Një tension i ri po regjistrohet në Gadishullin korean, pasi Koreja e Veriut ka lëshuar raketa balistike të njëpasnjëshme duke shkaktuar shqetësim në Korenë e Jugut dhe në Japoni. Sipas ushtrisë së Koresë së Jugut, herët këtë mëngjes u zbuluan disa raketa me rreze të shkurtër veprimi të një lloji të panjohur, të cilat u nisën nga zona e Wonsan dhe u drejtuan drejt detit lindor, duke udhëtuar rreth 240 kilometra. Disa orë më vonë pasoi një tjetër nisje në të njëjtën drejtim. Në të njëjtën kohë u bë ditur se një tjetër predhe pa identifikuar ishte lëshuar nga Penjani një ditë më parë. Nga ana e saj, roja bregdetare japoneze raportoi se u zbulua një objekt që besohet të jetë një raketë balistike, duke u bërë thirrje anijeve të qëndrojnë në gatishmëri dhe të raportojnë çdo incident të ngjashëm. Zhvillimet vijnë në një kohë tensionesh të larta, menjëherë pasi Seuli kërkoi falje për dërgimin e dronëve në Korenë e Veriut në janar, gjë që kishte provokuar reagime të ashpra nga Penjani. Zyra e Sigurisë Kombëtare Presidenciale e Koresë së Jugut mbajti një takim urgjent, duke urdhëruar vigjilencë të shtuar, veçanërisht në dritën e zhvillimeve në lindjen e mesme. Ajo gjithashtu i bëri thirrje Koreas së Veriut që të ndalojë menjëherë lëshimin, duke i quajtur ato veprime provokuese që shkelin rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Publikimi i disa regjistrimeve dhe transkripteve ka hapur debat në Hungari vetëm pak ditë para zgjedhjeve të përgjithshme. Në materialet e publikuara, ministri i jashtëm Peter Sharto shihet duke telefonuar homologun rus Sergej Lavrov gjatë një samiti të Bashkimit Evropian në dhjetorin e vitit 2023. Në ato biseda, ai jep informacion mbi diskutimet mes liderëve të BE-s për hapjen e negociatave të antarësimit me Ukrainën. Sipas transkripteve, telefonata është bërë gjatë një pushimi nga takimi në Bruksel, ndërsa në bisedë përmenden edhe tensionet dhe mënyra e presionit brenda negociatave. Zbulimet vijnë në një moment të ndjeshëm politik, pasi kryeministri Viktor Orban përballet me një sfidë të fortë nga opozita e drejtuar nga Peter Magyar. Në një tjetër material të publikuar vitin 2024, Sharto shihet duke kontaktuar sërish Lavrovin për të organizuar një takim mes Orban dhe presidentit rus Vladimir Putin në Moskë. Në këto komunikime përmendet edhe mundësia e ndarjes së dokumenteve të BE-s që lidhen me negociatat e Ukrainës, çka ka shtuar reagimin dhe shqetësimin në nivel evropian. Vetë Sharto ka reaguar ndaj publikimeve duke i cilësuar ato si ndërhyrje nga shërbimet sekrete dhe duke thënë se kontaktet me Rusin janë pjesë e praktikës diplomatike. Nga ana tjetër, opozita në Hungari e sheh këtë si një çështje serioze që prek interesat e vendit dhe marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian ka kërkuar sqarime për rastin, ndërsa kjo situatë pritet të ndikojë në klimën politike para zgjedhjeve.